Prokuroria e Tiranës ka kërkuar në gjykat shpalljen fajtor dhe dënimin me 7 personave të akuzuar se janë përfshirë në skemën mashtruese të rimbursimit të ilaçeve, që i shkaktuan shtetit një dëm prej 56 milion lek. Në konkluzionet përfundimtare, organi i akuzës kërkoi dënimin me 15.6 vite burg në total për 3 të pandehurit kryesor, ndërsa për të akuzuarit e tjerë kërkuar të dënoheshin nga 18 muaj punë në interes publik. Dënimi më i rënd me 6 vite burg u kërkua për Hysni Roçin, pronar i disa farmacive në kryeqytet. 4.6 vite burg u kërkuan për Pierin Xhuvanin, ish drejtori rajonal i Fondit të Kujdesit Shëndetësor, ndërsa për ish punonjësin e fondit Edlira Maron u kërkua të dënohej me 5 vite burg. Për të pandehurit e tjerë, Frida Lamçe, Fatbart Budo, Mimoza Tufi, Arenc Spahiu u kërkua që dënimet me burg të konvertohen nga 18 muaj punë në interes publik. Për të gjithë të akuzuarit, prokuroria kërkoi të pezullohen nga 1 deri në 3 vjet e drejta për të ushtruar funksione publike. Sipas organit të akuzës, në krye të kësaj skeme qëndronin shtetasit Hysni Roçi, pronar i disa farmacive në kryeqytet, si dhe ish drejtori rajonal i fondit Pierin Xhuvani. Këta 2 shtetas në pozicionet e tyre kanë përfshirë në veprimtari të palishme edhe 7 shtetas të tjerë. Në bazë të veprimeve hetimore rezulton se skema ka funksionuar në 2 drejtime. Hysni Roçi, pronar i disa farmacive, u ka marrë licenca drejtuesve teknik të 3 farmacive me qëllim përfaqësimin e tyre në raport me Fondin Rajonal të Kujdesit Shëndetësor për përfitimin e rimbursimit të ilaçeve. Farmacit kanë deklaruar në mënyrë fiktive për ilaçet e rimbursueshme që kanë shitur, duke kërkuar rimbursim nga shteti, kur në fakt këto medikamente nuk janë shitur asnjëherë. Madje ato nuk kanë qenë as të disponueshme nga farmacit në fjalë. Përfitimet nëpërmjet rimbursimit të barnave nuk janë përvetësuar vetëm nga pronari i disa farmacive, po kanë shkuar në llogarinë bankare të drejtuesve të tjerë teknik të këtyre subjekteve. Pierin Xhuvani, me detyrë drejtori i fondit për Tiranën, ka urdhëruar zyrtarët e tij për të firmosur akte fiktive kontrolli për 3 farmacit. I kanë nënshkruar aktet e kontrollit duke i hapur rrugë në këtë mënyrë rimbursimit të padrejtë të këtyre subjekteve private.